Në Elbasan atmosfera zgjedhore është larg entuziazmit tipik të fushatave të mëparshme. Në qytetin ku zëri liderëve politik dëgohet më shumë nga ekranet se sa nga takimet me qytetarët, fushata përzgjedhjet në 11 maj zhvillohet nën hije, nën presion dhe frikë. Në lagjet e varfëra, Komiteti Rom tregon zhgënjim dhe pasivitet i përballur me diskriminim dhe mungesë investimesh. Në kafene e rrugë dëgohet vetëm pak përzgjedhje, banorët ndihen të harruar dhe të blerë nga politika vetëm në minutën e fundit. Partitë më dha, Partia Socialiste, Partia Demokratike dominojnë hapësira publike, ndërsa të reja si Mundësia, Lëvizja Bashk apo Nisma Shqipëria Bëhet luftojnë për vëmendje me buxhete minimale dhe me aktivistë të përkushtuar por pa mbështetje strukturore. Akuza për blerje votash, lëvizje të dyshimtar gjatë natës dhe presion ndaj votuesve janë të shumta. Aktivistë të Partisë Demokratike flasin për intimidim dhe pamundësi për të vepruar lirshëm. Shumë qytetarë shmangin deklarata për shkak të lidhjeve familjare me administratën. Mazniku nga Partia Socialiste i mohon këto pretendime duke i quajtur alibi për humbje, ndërsa përfaqësuesit e opozitës këmbgulin se zgjedhjet zhvillohen në kushte të padrejta. Në këtë klim presioni dhe heshtje, Elbasani mbetet një nga qendrat më të vështira elektorale ku demokracia, siç thon disa kandidatë pavarur, është ende larg dhe frika vijon të jetë më e pranishme se fjala e lirë.